Përshëndetje shikues nderuar, mirë se vini në Info D të fundit për këtë javë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar sot liderët e partive politike për të gjetur një zgjidhje rreth ngërçit politik i cili është krijuar tash e 8 muaj prej zgjedhjeve të nënshkurtit dhe mos krijimit të qeverisë së re. Megjithatë, edhe ky takim ka përfunduar pa ndonjë rezultat, më që nuk ka qenë të pajtimit asnjëra nga partitë pra që i ka ose do t'i bëjnë numrat për ta formuar një qeveri dhe t'i evitojnë zgjedhjet e parakohshme të cilat mund të mbahen deri në 45 ditë pra pas këtij afati dhe ditorit të cilin e ka presidentja për të shikuar nëse mandatari i dytë mund t'i ketë numra dhe ta formojë qeverinë e re. Megjithatë, të gjitha partitë, liderët e këtyre partive, pra si të LDK-s, PDK-s apo edhe AK-s, deklaruan se duhet shkohet në zgjedhje dhe sepse nuk i ka asnjë parti numrat për ta formuar një qeveri të re. Albin Kurti nuk u deklarua për media fare pas këtij takimi e presidentja tha se deri me 5 nëntor kur e ka afatin e fundit, pra do të diskutoj sërish me liderët e partive politike për të parë nëse ndonjëra mund t'i bëj numrat dhe t'i evitojnë zgjedhjet e parakohshme. Po ashtu, Qeveria e Kosovës sot miratoi edhe projekt buxhetin për vitin 2026 me, siç tha Kurti, 4 miliard do të jetë dhe 1/4 e tij apo 1 miliard, rreth 1 miliard do të jetë për investime kapitale. Megjithatë, ky miratim ose ky vendim i qeverisë u kritikua ashpër si nga partitë politike të PDK, LDK, AK, po ashtu edhe nga shoqëria civile sepse kanë konsideruar që kjo qeveri në detyrë nuk ka mandat për të hartuar dhe për të dërguar projekt ligje në kuvent as këtë të buxhetit. Pra, për këtë temë do të flasim vetëm pas pak me opinionistin Armen Demoku, por së pari ju ftoj të ndiqni lajmet e ditës. Takimi i presidentes Vjosa Osmani me liderët e partive politike ka përfunduar pa ndonjë rezultat për arritjen e shumicës parlamentare për krijimin e një qeverie të re dhe shmangjen e zgjedhjeve. Por pas këtij takimi, presidentja Osmani tha se do të pres deri me 5 nëntor nëse ndonjëra nga partitë arrin t'i bëjë numrat për votimin e qeverisë dhe atëherë do t'jap mandatin atij që i siguron numrat. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk është deklaruar, duke thënë se duhet të vazhdojë me shpejtësi. Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, ka thënë se në takimin me presidenten Vjosa Osmani është bërë e qartë që askush s'mund ta krijojë shumicën e re parlamentare. Ndërkohë, kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, ka thënë se u dëshmua se nuk ka shumicë parlamentare për të formuar qeverinë e re, prandaj vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Kurse kreu i AK-s, Ramosh Haradinaj, ka theksuar se 7 dhjetori është data e mundshme për zgjedhje të parakohshme. Diskutuam në rrjedhë të kësaj, në qoftë se dikush nga partitë politike që ishin të ulura rreth asaj tavoline e kanë shumicën e nevojshme për të krijuar qeveri apo jo. Ata disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas kushtetutës, institucioni i presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. A do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje partive politike të përfaqësuara në kuvent, sepse siç ju thash kishte qëndrime jo unike, pra nuk kishte unanimitet të plotë rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo. Çka u dëshmua aty është nga 111 deputet, se aqën loj, 9 listë sërbe nuk janë opcion për askënd, nga 111, spaku 54, ndoshta 55 u deklarun që nuk votojnë dhe nuk janë pjesë asnjë shumice, kështu që prap zotit Kurti maksimumin e ka ato 56, ndoshta edhe 57, po s'besoj as 57 që mundet me i bë, për vete as për këtë tjetër. Në këtë takim u bë e qartë edhe një herë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës
deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendosjes, pra pa pretendime dhe nga kryetari i lëvizjes vendosjes se ndoshta duhet të provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Megjithatë, presidentja ka deri me 5 nëntor, pra afat kushtetues, 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrim edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti, e pastaj caktimi i datës zgjedhjeve, që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në fatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë, nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë. Qeveria në detyrë ka miratuar projekt buxhetin 4 miliard eurosh për vitin 2026, ku ka parapar pak të 13 rritje shtesash e pensionesh, si dhe rritje të pagës minimale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka vlerësuar me shumë risi buxhetin për vitin 2026. Ai ka paraqitur para kabinetit planet për ndarjet buxhetore. Ai ka thënë se buxheti do të jetë me vlerë 4 miliard euro. Kurti ka shtuar se buxheti 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, lehona, pagesa për të rritur dhe gra që angazhohen me superpunë, si dhe kompletim i reformës së asistencës sociale e mbështetje të tjera. Njërisi me këtë buxhet do të jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik me qeverinë tonë në fund të vitit do të mund ta përfitojë edhe pagën e 13. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Ky vendim parasheh rritjen e pensionit minimal nga vlera 120 euro në 150 euro në muaj dhe konkretisht prek skemat si vjen, pra pensionet bazike, të cilat bëhen nga vlera 120 euro në muaj në 150 euro në muaj, skema e fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 1 deri në 18 vjeç, pensionet e aftësisë së kufizuar, pensioni familjar dhe pensioni invalidor i punës. Kostoja e përgjithshme për muajt në vijim e këtij vendimi është 11.47 milion euro, mjetet të cilat sigurohen pra nga programi i ringjalljes ekonomike. Përderisa pensionet i kemi gjetur me 90 euro, shtesat për fëmijë kemi gjetur 0 euro dhe i kemi bërë për herë të parë dhe kjo është rritja e dytë brenda mandatit që po e bëjmë. Pra fillimisht i 2 fishuam, përkatësisht 3 fishuam ato varësisht nga numri i fëmijëve që ka një familje, ndërkaq sot pra po e miratojmë edhe rritjen për 50% të tjera pra mbi nivelin ekzistues. Partitë politike kanë reaguar me njëherë pasi qeveria në detyrë e miratoi projekt buxhetin për vitin 2026, duke quajtur shkelje të ligjit një veprim të tillë. Kryetari i PDK-s Memri Krasniqi ka thënë se me këtë vendim nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhjet parlamentare. Thesi i mashtrimeve të një babadimri që kurrë s'erdhi për qytetarët e Kosovës, sado që premtoi çdo vit për 5 vjet, s'mundet me u rikthy besimin e humbur të qytetarëve e as nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhje parlamentare, ka shkruar Krasniqi, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e ka konsideruar vendimin e sotëm për miratimin e buxhetit për vitin 2026, siç thuhet nga një qeveri pa mandat dhe pa legjitimitet, si një akt të pa precedent politik dhe institucional, një përpjekje e dëshpëruar për blerje votash dhe manipulim të procesit zgjedhor, vetëm një javë para balotazhit të zgjedhjeve komunale dhe pak javë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka akuzuar vetëvendosjen për keqpërdorim flagrant të buxhetit publik për interesa të ngushta partijake, kurse lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka quajtur të vënshëm rritjen e pagës minimale dhe shtesave për fëmijë. Haradinaj ka thënë se kjo rritje është dashur të ndodhë para shumë vitesh.
Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës ka reaguar ndaj deklarimeve të sotme të kryeministrit në detyrë Albin Kurti të bërë në mbledhjen e qeverisë në detyrë. Në një reagim ata kanë thënë se Kurti ka folur për rritjen e pensioneve dhe pagave, por edhe kësaj radhe nuk ka përmendur fare pensionistët e veteranëve të luftës. Në një kohë ku vendi po shkon drejt zgjedhjeve, qeveria në detyrë po mundohet të krijojë përshtypje mashtruese me premtime për rritje që nuk mund të realizohen pa buxhet të miratuar nga kuvendi, por edhe në këtë tentativë për mashtrim të qytetarëve, ku përmenden të gjitha kategoritë shoqërore, veteranët e luftës së UÇK-s u anashkaluan sërish qëllimisht, thuhet në reagimin e OVL UÇK-s. OVL ka kërkuar nga çdo qeveri që vjen në pensionet e veteranëve të përfshihet edhe rritja e pagës minimale. 15 organizata jo qeveritare janë shprehur se vendimi i sotëm i qeverisë në detyrë për miratimin e projekt buxhetit 2026 bie në kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara në ligjin e qeverisë dhe kushtetutën. Kjo për shkak, siç theksuan ato, se votuan persona që janë të certifikuar si deputet. OJQ kanë thënë se ky proces të jetë i lehtëshëm ka qenë e domosdoshme që nënshkruesit e projekt buxhetit të jenë në përputhje me legjislacionin dhe propozuesit të jenë zëvendës kryeministri dhe ministrat e zëvendës ministrat që nuk kanë ende pozitën e deputetit. Projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026 mund të propozohej nga qeveria në detyrë në përputhje me ligjin për qeverinë. Megjithatë, siç kemi theksuar edhe në letrën e dërguar, ky proces do duhet të zhvillohet në pajtueshmëri të plotë me kushtetutën, ligjin dhe aktgjykimin e Gjykatës Supreme. Të njëjtat përcaktojnë qartë se një person nuk mund të ushtrojë njëkohësisht dy funksione, si antar i qeverisë dhe si deputet, thuhet në reagimin e tyre. Në mungesë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, seanca sotme gjyqësore për rastin e gazit lotësjellës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018 u shtye për 16 janar 2026. Mungesën e tij Sveçla e ka arsyetuar me shkrim. Për dallim nga Sveçla, i cili mungoi, prezent ishin deputetët e lëvizjes Vetvendosje, Sali Zyba dhe Fitore Pacolle, si dhe ish deputetja Trita Millaku. Kryetari i trupit gjykues Sabit Dikaj tha se në mungesë së Sveçlës nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës së sotme. Ai tha se ministri në detyrë e punëve të brendshme e ka arsyetuar me shkrim mungesën e tij. Gjykata pasi i merr pëlqimin e parë në procedurën seancën e ardhshme. Seanca do të vazhdojë për secilën parë që është prezente, ndërsa secila parë që nuk ndaj pasaj parë do të shohë për dhënave dhe kërkesë për caktim për abolime. Banoj për cilë me shkrim, për ndryshe po kam pas arsye dhe po pas arsye, të cilat edhe po kam pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim, për shkak të obligimeve që kam pas në kam arritur të vi. Që u zderuar tani pas ti blokut të lajmeve është koha për bisedën në studio. Zëdi më mirë se vini në Info. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Sot gjithë i kishin syt ka takimi i presidentes me liderët e partive politike. Nuk prodhoi asgjë, ashtu si shpriti, domethënë një takim që ishte thuajse vetëm për të biseduar se kur po shkojnë në zgjedhje, por jo në zgjidhje tjetër. Si e pat ju? Po e pora e punës, presidentja ka luajtur një rol që i takon me kushtetut, me drejtën e saj. Mirë po në anën tjetër, unë e shoh një problematik të unifikimi i skenës politike në përgjithësi, duke përfshirë, domethënë, ish partitë opozitare dhe po ashtu edhe zotrin Kurti. Pra mungon unifikimi, mungon qasja unifikuese, leqë mungon unifikimi për formim të qeverisë ose për marrjen e mandatit nga partitë ish opozitare, mirë po mungon unifikimi edhe për zgjedhje, domethënë. Kjo është një problematikë e cila më së shumti të rëndon tek qytetari i rëndëmt i Republikës Kosovës, për arsye se në kushte normale Kosova nuk e ka luksin që me shku në zgjedhje, për arsye se ky vit është vit i 3 palë zgjedhjeve, duke përfshirë edhe balotazhin. Pastaj nëse shkojmë ne edhe në zgjedhje të përgjithshme, për mendimin tim është e pa arsyeshme në kuptimin e
e qasjes që e ka komplet skena politike në Kosovë. Natyrisht që zotri Kurti e ka kriju një blokad që prej shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të datës 9 shkurt, e cila është tepër e papranueshme në kuptimin e përgjithshëm për këtë skenën politike, por është e papranueshme për një qytetar normal. Pra as në ëndrat më të trishta nuk ka mujt me pa një qytetar i Kosovës që prej muajit shkurt deri tash kur jemi në përfundim, pra tash jemi në muaj nëntor fillon, që Kosova mos me pas qeveri, pra ka një qeveri në detyrë dhe komplet shteti ndodhet në një lloj kollapsi politik, por kjo ka dhe pasoja ekonomike. Pra në një kuptim zgjedhjet munden me qenë të pashmangshme. Megjithatë janë ato edhe sot thanë që partitë politike vetë e caktuan ose kishin preferenca për datën. Zotja Radina i tha që në 7 dhjetor mos e shtyj më shumë. Memli me Lumirin thanë që s'ka askush shumicë parlamentare, e në anën tjetër Kurti nuk ishte kundër, por kishte thënë që është mirë ta provojnë edhe herë, domethënë si në bingo. Unë këtu do të kisha një kritik ma shumë si zë qytetar i mos unifikimit të ish partive opozitare, të cilat gjatë komplet kësaj blokade e kanë di veten inferior ndaj zotrit Kurti, për kundër faktit që kanë qenë shumicë, për marrë tash të zgjedhjet. Pra, të gjitha këtu parregullsi që kanë ndodhur brenda Kuvendit Republikës Kosovës, gjatë të cilën e ka dëshmuar edhe vetë gjykata kushtetuese me akt vendimet e saj, dhe të gjitha këtu tentime për të bllokuar skajshmërisht, domethënë funksionimin e organeve kryesore kyçe të shtetit, opozita i ka prit vetëm në një heshtje duke parë gabimet e zotrit Kurti. Kjo domethënë nuk është kauzë. Kauza e opozitës e shndruar në veprim ka mungu. Partitë opozitare nuk u unifikuan, nuk u bashkuan, sikur të bashkoheshin partitë opozitare. Këtë kishte qenë tjetër lojë, këtë kishte qenë tjetër qasje. Unë këtu do doja për një rol destruktiv nga partitë ish opozitare do ta veçoja Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila mendoj që ishte pengesa kyçe e mos krijimit të një koalicioni të përbashkët për formimin e një qeverie e cila do të ishte në dobi të qytetarit. Tash, shtrohet pyetja, si do të shkojnë zgjedhjet e partitë opozitare? Ata mendojnë që me këtë qasje, domethënë 7 mujore që e kanë pasur, mund të rrisin votën e tyre, kjo është e pamundshme. Për anën tjetër, zotri Kurti nëse i kërkon 500.000 vota, asaj ato nuk do t'i arrijë. Përafërsisht unë mendoj që rezultati zgjedhor po të mbashin zgjedhjet tash, do të jetë aty. Nuk shëni ndryshime? Unë nuk shë ndryshime, nuk ka sjellë ndryshim, se nuk ka logjik me pas ndryshime. Kjo blokad? Kjo blokad absolutisht kjo e ka shpërfaq figurën e zotrit Kurti. Për një qytetar i cili pak a shumë është një lexues i mirë. Mirë, po në anën tjetër në kuadër të kësaj shpërfaqje të këtij lloj veprimit të zotrit Kurti, nuk i kemi pa një kauzë vepruese të opozitës përpas dërgimit të lëndëve në kushtetuese, kështu me radhë, qytetari i thjesht nuk bindet me këtu. Pra, në politik nuk mjaftojnë vetëm letrat ose veprimet me letra. Po duhet veprime konkrete. Nëse Kosova, po që ta marrë një shembull, nëse kishte ndodhur kjo blokad, edhe kjo qeverisje 4 vjeçare, përkundra beson mendoj që 6 vite, sepse për këto 6 vite, po thuajse, është përgjegjë zoti Kurti që Kosova domethënë ka pas këtë qeverisje. Po të ishte zotri Kurti në opozit, në vend të partive ish opozitare, për veprimet që i ka bërë ndaj shtetit të Republikës Kosovës, duke përfshi izolimin, duke përfshi sanksionet, mosantarësimin në Këshillin e Evropës, pastaj miratimin e faljes e hektarëve të kishës ortodokse atje të manastirit Deçanit, të cilat ky vetë ka thonë që nuk janë rregull, pastaj kollapsin ekonomik që e ka shoqëruar Kosovën, atëherë ai është dalë në rrugë edhe e kishte deri në fund kauzën e tij. Ndërsa ish partitë opozitare
janë kënaqën, egzaltu nëse mund të themi me gabimet e Zotrit Kurti. Mirë, po çdo gabimet e Zotrit Kurti nuk kanë qenë bindse për një pjesë e qytetarëve të Republikës së Kosovës që ata mos me votu prapë Zotrin Kurti. Ne i pam veprimet e qeverisë në detyrë, të cilat normalisht janë të jashtëligjshme, mirë po në qytetarit thjesht atje, në qytetarin nevojtar, nuk i intereson a janë veprimet e jashtëligjshme apo nuk janë. Ati i interesën, do me thonë, shifra e parave dhe parat në kënd, kur që tjetër. Sepse inflacioni dhe rëngritja çmimeve ata dëshirojnë që të kenë një jetë më të mirë. Inflacioni i cili është shkaktu vetë nga Zotri Kurti, pastaj... Para se kjo, a mendon që Presidenti tha që do të bëj maksimumin që t'i evitoj zgjedhjet? A shihni ju një, si me thoni, dritë në fund tunelit se mund të kemi evitim të zgjedhjeve dhe në çfarë forme, në qoftë se gjitha tre liderët e partive ish opozitare thanë që jenë të interesuar, duan zgjedhje me që s'ka shumicë. Presidenti ja thotë që unë e mendoj që partitë opozitare, nëse unifikohen ish partitë opozitare, se domethënë nuk kemi këtë opozit, aktualisht që janë deputet, edhe Zotri Kurti realisht është deputet. Nëse këtu unifikohen, ka qeveri. Nëse janë të interesuara, partitë PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, me nismen së bashku dhe me një pjesë të minoriteteve, pa problem mund me formu qeverinë. Sepse me qatë nivou ta mund me siguru pa problem, edhe mund me funksionu qeveria. Mirë po tash nuk me kuptoj edhe qasjen e këtyre partive ish opozitare të cilat, domethënë me domos dojnë zgjedhje. Zotri Kurti në fort mirë po dhe prezantimi i kabinetit e tij ishte një fushat. Pro kush lexon diçka nga politika e kupton që Zotri Kurti atë prezantim të kabinetit të tij e bëri me qëllim për me kriju një fushat dhe për me fajsu pastaj partitë tjera që unë e prezantuva domethënë kabinetin me emra dedikun të rifreskueshëm, sipas tij sepse unë mendoj që aty ka plot njerëz që kanë probleme serioze qendësore për të udhëhequr me dikastere të caktuara. Mirë po ky thotë unë e kam prezantuar domethënë kabinetin tim qeveritar, ishin partitë shqiptare që nuk e votuan dhe mandej po i ban tandem, domethënë me listën serbe, dhe këtu domethënë vetëm po rrin, po dalin bojnë disa deklarata të mira, për mu duk sa ma simpatik, me disa statusa në Facebook, edhe përfundoj misioni. Dhe kjo, unë e mendoj që partitë tjera nuk janë të unifikuara për më shkunë zgjedhje, në kuptimin e brendshëm, kanë qarje të brendshme. A ndihen të rrezikuar në qoftë se bashkohen zotë demokratë, sepse ju e dini narracionin që ka kriju Lëvizja Vendosje, si të bashkohen partitë tjera, me në anë thotë u bashkuan klani i 20 vjeçarit që e shkatroi Kosovën. Domethënë, ju e dini këtë, a kjo frika e partive ish opozitare që mu i ndjek, themi kështu? A dhe më pse është kjo frika? Për arsye se që 4 vite, këta nuk kanë arrit me mposht kauzën ose fjalimin e Zotrit Kurti. Që 4 vite. Këta nuk kanë arrit me shëndru në veprime dhe me arrit me demasku komplet Albin Kurtin. Albin Kurti veç vetën e ka demasku. Me lapsuzet e tij që i ka bo. Ndërsa ish partitë opozitare nuk kanë arrit që të gjitha ato akuze që ky ka bërë për 20 vjeçare nuk kanë arrit me ahull poshtë. Kjo është një dështim total politik. Është një dështim total i opozitës. Po prandaj po them, mund të friksohen. Gritja e po tash këtu friksohen, po këtu si duket as nuk janë duke e po, domethënë nuk janë duke e po veten që thot populli. Unë nuk mendoj që partitë tjera kanë me pos rritje. Qysh këtu mendojnë. Në njëjtën kohë unë nuk mendoj që as Zotri Kurti mund me pos rritje. Unë mendoj që ka me pos rromje, por jo rromje cilën e meriton. Pra jo rromjen cilën e meriton. Albin Kurti pak a shumë ka me pos këtë rezultat, edhe partitë tjera kanë me pos këtë rezultat, edhe unë mendoj që do të jetë pak a shumë matematika e njëjtë. Matematika e njëjtë. Zotri Kurti ka përdorur disa strategji. Po zgjedhjeve nuk mundet me pos zgjidhje? Ti përmendëm disa strategji që ka përdorur Zotri Kurti për me kërkuar 500 mishin e votave që kjo është interesuar. Ky ka tentuar të bëjë një përçarje dhe deri diku ja ka arrit mes partive tjera, brenda partive tyre. Domthonë ki rastin në përçarjes mes nismes dhe AK-s. Zotri Kurti ka qenë ai i cili ka bërë një përçarje brenda tyre. E ki rastin e përçarjes së PDK-s deri dikon. Pra në heshtje Zotri Kurti në drenase ka përkrah Zotrin Lladrovci. Pa dëshirën e Zotrit Lladrovci ndoshta, mirë po në heshtje ai nuk e ka përkrah kandidatin e vet.
Nuk po them që zotri Lladerupsi ka qenë pal tash me vetvendosin. Mirë po, zotri Kurti i ka frikë kësaj ideje. Pastaj e kemi rosin e vushtres atje. Dhe më thonë, për me dalë ti parti e dëpt, ose për me dalë nivelin çfarë je, nuk është rezultat. Me këto veprime, a i ka arrit me kriju një opinion, se opinioni tash nuk është dëmtimi veç në votë, po dëmtimi bëhet njerë në opinion. Pra kur të qytetarët nuk ka besim të një partije caktuar, ato natyrisht që pastaj do të penalizohet edhe me votë. Dhe këtë ka tentu me këtë përqarjen, komplet që 7 muaj zotri Kurti është në fushat. Dhe këto nuk kanë arrit ish partitë opozitare me shëndru në kauzë dhe me të regu që jetu i bo fushat zotri ndërum. Komplet ka qenë e fushat sepse kë nuk ka qenë i kënaqur me rezultatin, sepse zotri Kurti dëshiron pushtetin me marrë vetë, pa ndo me kërkan. Ky është i krijuar si i tillë. Ky në mendsinë e tij politike e ka të instaluar sistemin autokratik, është një majtis tipik i cili ka ide të vjetruara politike. Dhe ide të vjetruara të tij politike ky mund të imponoj vetëm me vetën e tij dhe me disa njerëz që janë të varur nga ai, disa sejmen mund të themi, që i ka brenda të cilët nuk ja prishin, domethënë zotrit Kurti bashkë për kryqëheq. Pra thoni që s'mund bashkëqeverisë ky me tjetër? Ky nuk mund bashkëqeverisë sepse ky është një tip i cili nuk punon për interes shtetit Kosovës. Dhe këto do të më thonë të gjithë opinionistët, të gjithë njerëzit të cilët marrin vesh diçka, sepse provën kur ja qesim dhe çfarë. Argumentet e bollshme, që ta marrni shembull, nëse në vitin 2015 ke pas mundësi të me po një koment kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u konë shumë shqetësuese për secilin qytetar normal që jeton në Republikën e Kosovës. Së diki me mira komente të tilla të cilat janë bo fakt. Ky e ka instalu anti-amerikanizmin brenda Kosovës. Ky nuk ka nevojë me dalë me thonë njerëzve ne jemi kundër Amerikës. Ky nuk e thot ato. Dhe ky nëse nuk punon për interesat të Kosovës, nuk është të thonë me çdo kush na më apo llogarit bankare të tij. Ose me çdo kush me po fletën për kanë punon ky letrën e nënshkruar për kanë punon. Po janë veprime dhe fryma ushqyese e cila bëhet në popullat. Pra sot në Kosovë ki një anti-amerikanizëm të përuar në raport se kush jemi ne. Me gjitha, qytetarë nuk mund t'i fut, nuk mund t'i fut qytetarët, po jo, në rregull është aja, në rregull është, por kjo është, unë pe përdori si mos preventive, edhe si mos këshilluese, për arsye se mediat para se gjithash gjatë deklarimeve tona, politike dhe opinioneve tona, tjetën ku muna me shku dhe të zonë të qytetarët, me qasjen tonë, për me kriju një farloj qasje më ndryshe. Na jemi dëshmitarët kësaj. Zotri Kurti ka kriju sanksione. Cilat shtete janë sanksione pas shtetit Republikës Kosovës? Ato sanksione e dyta, ato janë shumë të rëndësishme. E dyta, zotri Kurti veprime që ka bën veri janë pikërisht veprime antishtetrore. Nëse dikush del edhe e kupton diçka nga politika dhe ja bën like zotrit Kurti për veprimet në veri, ajo është antishtetrore. Zotri Kurti e ka legjitimu polarizimin mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, me veprimet e tij në veri. Ndërsa miqtonë që na kanë ndihmuar dhe që na kanë ndihmuar me shpoll shtetin edhe me bon shtetin tonë, e kanë krijuar një shtet multietnik. Dhe një pjesë e shqiptarëve mendojnë që shteti junë është tipik nacionalist. Me një nacionalizëm, kjo nuk është e vërtetë. Pra, ata kanë krijuar një model të ri të shtetit, me të cilën kanë pajtu e gjithë klasa politike atëhershme. Pra, i një farforme e kanë bërë marrëveshje që ne do të qëndrojmë pas që shteti junë do të jetë multietnik me të drejtat e pakicave veçanërisht serbës, sepse kjo ka qenë mënyra vetme për me shpoll shtet Kosovën. Nuk ka pas mënyrë tjetër. Zotri Kurti komplet këto e ka prish dhe i kanë nxjerrë polarizimet shoqërore brenda komunitetit shqiptar dhe komunitetit serb, të cilat nuk i konvenojnë Kosovës, i konvenojnë vetëm Serbisë. Kosovës i konvenon afërsia me komunitetin serb, duke injoruar shumë gabime, shumë defekte, për arsye se unifikimi i shtetit don kohë, nuk mund të unifikohet një shtet i ri me një popullat e cila ka edhe popullatën serbes që kemi edhe pjesën tjetër brenda një vjeçari, 5 vjeçari apo 10 vjeçari, don kohë për më pjek kushtet. Zotri Kurti ka kthy komplet gjithçka në pikën 0. Ka kthy te vitet 99 me një politikë viteve 80-90 që Kosova ka tejkalu. Ajo politikë i konvenon vetëm Serbisë, jo Kosovës. Sepse Kosova po themi që po na ty thonë që ty thona çështu orë puna çështu. Me të pas thonë ty dikush ose mund vitin 2020
që ku me orë puna qëtu, kur shteti i Republikës Kosovës ne këshëm thajë nuk ka logjik. Ta marrë një shembull konkret, kur NATO, komplet NATO dhe do më thonë komplet atëre shtetet tunamike, kanë deklaru kur Slobodan Milošević e ka refuzu në nënshkrimin e marrëveshjes, edhe që kome pos pasoja, ja kanë të rek vrejten që kome pos pasoja direkt me sulme, një pjesë e popullit në Serbi kanë thonë jo se zotri Slobodan Milošević është një njeri i tyre dhe ata nuk e bojnë këtë veprim. Pro ti ki intervista që kam thonë vetë qytetarit thjesht nuk ka mundësi kjo me ndodhë për arsye se neve nuk na sulmon Amerika për shkak të kosovarëve, mirë po ja ka ndodhur një fakt. Edhe sot, unë e përdora si term. Ndërsa edhe sot kur shqiptarët presin që në moment, jo në situatë njëjtë nuk jemi, mirë po ne Kosova është produkt amerikan. Kosova është produkt amerikan dhe ne mendojmë që Amerika na ka bërsh me na ndihmu. Amerika nuk na ka pas bërsh me na ndihmu. Aja ka bën çështje humanitare thjesht. Veprimi i Amerikës ka qenë humanitar dhe një farlloj qasje tyre shumë pozitive në rand por për popullin e Kosovës. Dhe ne e dim sa kemi sakrifikuar për me ardh deri këtu, kemi ndërtuar shtete kështu me radhë. Zotri Kurti përdor politikat e vjetruara, të cilat fatkeqësisht janë politikat e panevojshme për Kosovën. Ato i konvenojnë vetëm Serbisë. Kosovës atë çka i konvenon. Me thon Serbisë ulëm bisedojmë, ne duhet me ecë përpara si shtetet rajonit që jemi, sepse për ndryshe me këtë armiqësi nuk mundna me ecë përpara, nuk mundna mu zhvillu. E më shumë e penalizon Kosovën. Ne kemi biseduar, po kjo është shumë serioze, sepse Serbia nuk i zbatan marrëveshjet, nuk i zbatan marrëveshjet. Llogaret e ti për shembull kush opozita sot. Kemi 10 marrëveshje. Kush opozita sot. Kush opozita që për 4 vjet nuk ka arrit, pikërisht që kjo është. Pikërisht që ty Serbia nuk tulet në bisedime pa e ftu miqton ndërkombëtar sepse aty nuk nis si shtet. Është krenari për neve kur arrit Serbia me na njoft si shtet. Ajo është krenari për neve. Për arsye se ne jemi të varur. Kush do të thotë që nuk jemi të varur nga shtetet për rreth e ka gabim, ai nuk e kupton ç'është funksionojnë shtetet, edhe nuk e kupton ç'është funksionon demokracia. Ti mundesh me met një super shtet atje. Ti po mundesh me met të izoluar. Do më ki plot shtete në botë, të cilat dhe me thonë Eduard Tërkosin, liderët e tyre, mirë po janë të izoluar. Kosova nuk guxon me pas këtë qasje. Zotri Kurti e ka një qasje të vjetruar, të ndryshkur politikisht, e cila nuk e çon Kosovën kërkon, vetëm e izolon. Dhe ai, do me thonë, Eduard Tërkitet nga tifostët e tij dhe ofenduan miqton fatkeqësisht. Të mesimi te tema e sotit. Po kjo lidhet tash. Kjo lidhet me opozitën. Patjetër që lidhet sepse nuk po e vajsoj tash vetëm zotrin Kurti, po e vajsoj komplet kauzën e opozitës, se cila nuk ka arrit me shndruan e veprëm dhe tash në kohën kur ne po dëshirojmë të futë zgjedhje, këtu po dojnë zgjedhje, llogaret e ti. Këtu po dojnë zgjedhje me një mungesë të lartë përgatitjes që e kanë. Unë kështu e shoh. Cila është qasja atyre para qytetarëve kur kërkojnë zgjedhje? Nuk e di. A e din ti? Ata me gjas e kanë derisa kërkojnë zgjedhje me gjas kur të shpallën ato e paraqesin para opinionit publik edhe programet edhe qasin edhe gjitha. Por me 5 nëntor kalon afati 10 ditur që ka presidentja për mandatarin e dytë. A mendon që brenda kësaj kohe Albin Kurti, pra si kryetari i lëvizjes vendosje i partisë që ka fituar zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, do të mund të provoj sërish me Limajn të bëjë një koalicion dhe të bëjë një qeveri, qofse edhe pse e pakicës, pra të ketë deri të paktën deri në mars, prill kur i kalon presidentës mandati dhe si më thotë sa më kry disa punë, miratimet buxhetit edhe këtu, të cilat janë do t'i përdor pastaj edhe këtu ngritje paga e pensioneve, do thotë në zgjedhjet tashme. Po. Unë mendoj që gjëja më e mirë do të ishte që të krijohet një qeveri e të qoftë edhe ajo me nismen për me i kry disa punë, pra, nëse mund të themi kështu, edhe deri tek afati për zgjedhjen e presidentit. Për ndryshe, unë nuk e di zoti Kurti është aq i pa definuar ndonjëherë në qëndrimet e tij, saqë ne nuk e dim as çka po kërkon. Mirë po, një fakt e dim që fushat është duke bërë. Po tash, a e ka fushatën për dhjetor, a e ka fushatën për mars, ose për prill atje, ne nuk e dim. A ne e dim sigurt që ma të qarta në kërkesat e tyre kanë qenë partit tjera.
sidomos Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike. Zotri Haradinaj është më shumë për qeveri. Këtë gjë e ripërsëritje dhe dje. Mbram, faktikisht në një debat, në një emision televiziv. Kur tha që nëse janë numrat sonte nesër numrat 12 mund të shkojmë para presidentes me numra sepse ka mundësi, dhe kjo është shumë e vërtetë. Ka mundësi që partitë opozitare me kriju qeverinë. Pra atu Partia Demokratike dhe Lira Demokratike janë goxha këmbgulse për me shku në zgjedhje. Zotri Kurti është duke përdorur disa lojra të cilat mendoj që më shumë i shkojnë për shtati atij. Për arsye se ai është duke udhëhequr me qeverinë në detyrë, ka shumë veprime të jashtëligjshme të cilat i merr, mirë po ai është në përparësi, ai është në epërsi. Dhe këtë gjë duhet ta kuptojnë këtu parti tjera. Që po të futen në zgjedhje, zotri Kurti është në epërsi, sepse ai e ka komplet logjistikën shtetërore, mos ta harrojnë këtë gjë. Domethënë, e cila ndikon tek marrja e votës, domethënë. Ne e dimë se si funksionon opinioni qytetar tek ne, ose qytetarët. Pra, ajo është në përparësi. Mirë po, përkundër krejt këtyre veprimeve, unë nuk shoh një rritje të zotrit Kurti, siç ky mendon. Sepse qytetari rezident, pjesa tërmuese e qytetarit rezident, zotrin Kurti kanë me ndeshku. Me po një pjesë e qytetarëve të cilët jetojnë jashtë Republikës Kosovës, ata po mendojnë që zotri Kurti është zgjidhja më e mirë për ta. Sigurisht, se qytetarët vlerësojnë bazë bindjeve të Për veta. ta, edhe pse janë 2000 kilometra jashtë këtu, nuk jetojnë këtu, ata mendojnë kështu, ju pëlqen fjalime, por duhet me thonë një fakt që përbërja e diasporës është e njëjtë, kur përbërja shumicës qytetarë tek ne, mirë po janë një pjesë e diasporës të cilët si duket nuk kanë mund as se të përditësohen me qasjen e jetës qytetare në Kosovë, kanë betë të pa inkuadruar tash këtu, dhe një pjesë të tyre janë të pa inkuadruar aty në perëndim, dhe gjoni farlloj ngushëllimi në disa video që i shkurtojnë prej në qisë në rrjete sociale me disa fjalime mbreslënëse të zotit Kurti, edhe aty ne ju mjafton ajo, ndërsa qytetarët në Kosovë nuk e mjaftojnë fjalimet e recitimet, qytetarët në Kosovë i vynë mirëqenia. Zotri Kurti e ka mbyt totalisht mirëqenien. Tash edhe 50 euro më arrit diku në pensionin, se 20 euro duken shumë. Imagjino ku jemi. Sepse ky i ka rrit, domethënë politikat e tij kanë ndikuar në inflacion, politikat e tij kanë ndikuar në rritje të rrymës të energjisë elektrike, që jemi ty paguar energji elektrike me përmosa domethënë shumë të larta që as nuk u imagjinu, domethënë nga ndonjë qeveri e mëhershme, pavarësisht se për ato kemi kritika. Ky i ka arrit këto gjëra, tash shpërndon paron publike në mënyrë të jashtëligjshme ose e premton në mënyrë të jashtëligjshme, komplet mund të fut në fushat me duke përdorur si kauz, domethënë duke dal para qytetarëve, edhe pse është e jashtëligjshme, një pjesë e qytetarëve nuk mujnë me kuptu edhe me deshifru komplet. Thotë unë e prezantova buxhetin, ata nuk ma votuan, është një buxhet i së ardhmes, e bla bla bla, e kështu me radhë. Mirë po e përdor për fushat. Me që e përmendë buxhetin ai sot e meratoi me një shifër prej 4 miliard. Dhe rreth 1 miliard tha që është investime kapitale. Po, a mendon që qytetarët do ta vlerësojnë sërish lëvizjen vendosje dhe Kurtin në qoftë se ata do t'i marrin pensionet me rritje, sepse pensionisti i intereson ta ketë pensionin sa më të lartë dhe ai themi e voton ato që i arrit pensionin ose shërbësve civil i rriti pagën minimale premtoi që do ta arrit në 500 euro me dy faza. Domethënë a janë këto në kuadër të kësaj, themi një farforme fushate, ku edhe në zgjedhjet tashme mund t'i fitoj sërish zgjedhjet, del me këtë ose më mirë ose ndoshta edhe pak më keq. Zotri Kurti është një kryeministër i provuar. Për një qytetar i cili logjikon edhe e ka përjetuar vetë në kurrën e tij, qeverisin e tij, është një kryeministër i provuar. Por shumë kush me vlerëson për qeverisin e tij. Pa tendencë ofendimi, mirë po për ata persona që e kanë kryt 3 zallë një ciment, ky është fantastik. Domethënë, mirërisht kohë të tillë. Domethënë, e para e punës që është shumë e rëndësishme me thonë dhe me shpalos para opinionit publik, është që këtu shifra nuk tregojnë mirëqenie. Pra, paga 500 euro në vitin 2017 kon fantastike. Pra, edhe minimumi i pagës 500 euro ka qenë, domethënë, vlerë, më përmend 2017. Zotri Kurti është
8-9 vjet ose një dekadë me vonesë në propozime që i bën. Këto veprime do dosh me bëj qysh herë. Natë s'ka qenë kryeministër, ka qenë dikush tjetër. Ka qenë kryeministër pe vitit 2020 edhe vitin 2021. Se në 2017 s'është bën nga qeveria tjera, pra nëse dojmë ashtu ta. Ky pe vitit 2020 është në pushtet. Po se kanë bërë qeveri të tjera pra në 2017. Kur ka godit Kosovën inflacioni, ky nuk ka arrit kurgjë me bon për me zvoglu dhe nuk ka arrit kurgjë për me ndiku të shpurta qytetare. Si ta sheh qytetarë e Republikës Kosovës, zotrin kryeministrin ton, të nderuar, zotrin Albin Kurti në media, shef Fukarallak. Ky del para opinionit se s'kem, nuk po ka buxhet, pi marrëm, s'pe marrëm, tash e ka pa këtë qasjen e tij tash me këtu parot publike, që më shumë mendoj që është keq përdorim, po fatkeqësisht një pjesë e qytetarëve nuk arrin me kuptu. Se pensionet, zotri Kurti ka mujt shumë herët me rrit. Edhe mos më diskutu kjo punë. Ka mujt edhe pagat shumë herët me rrit, mos më diskutu kjo punë. Zotri Kurti është një kryeministër që dëshiron me ta kontrollu kuletën. Ky funksionon çështën. Kë e ka mbyt komplet shtresën e mesme, e ka botë e varfër, e ka barazu me shtresën e varfër. Dhe i ka vendosur në vijë. Me qeverisën e zotrit Kurti nuk ka rëndësi sa ke kry shkollë, nuk ka rëndësi çfarë pozitë e ki. Nëse punon në sektorin publik, ti nuk je i vlerësuar. Pra, ty as nuk vlen diploma, as nuk vlen eksperjenca, as nuk vlen kurrë. Pse? Për arsye se e ki ligjin e pagave që diskriminon. Ligji i pagave diskriminon profesorin, e diskriminon mjekun, e diskriminon policin, e diskriminon ushtarin. Këto janë arteret kryesore të funksionimit të shtetit. Mandej ky e ka legjitimu mu ofendu që ke pjesë e shoqërisë. Megjithatë ai miratoi edhe pagën e 13 për këtë shtresë. Ai miratoi pagën e 13 nuk e ka bën nomin. Edhe rritje pagave. Ai nuk e miratoi, po çfarë rritje pagave? 0.5% ajo është për çdo vit përvojë punës. Për çdo vit përvojë punës. Dhe jo sigurisht si ka qenë. E kanë ato. Ka qenë mas vetë punojnë në sektorin publik, është ajo. Nuk është kur ti bësh 15 vjet përvojë, atëherë fillon ajo rritja për çdo vit. Po ajo është. Ky tha që për çdo vit tani do të fillojnë nga viti i parë. Ajo është, kjo një të drejtë që ka marrë. Më herët ajo ka qenë ashtu. Po kjo ka marrë drejtën me ligjin e pagave. Dhe ka shëndru për 15 vjet mandej me vazhdu. Kjo ka marrë drejtën me ligjin e pagave. Shikoni si ka qenë dhe si e ka bëu kjo me ligj të pagave. Madje është në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese e ka kthy si diskriminuese. Kur gjë nuk ka bëu, ka kthy në pikën 0 ku ka qenë. Domethënë nuk e ka bëu ai veprim të jashtëzakonshëm. Ky thjesht po lund me shifra. Po përdor shifra, po përdor mjete për me dalë në fushat. Pra, sot ti njerëz që punojnë në sektorin publik janë nën pagë, cilën e meritojnë. Në vitin 2014, 2011, 2014 qytetarët e Republikës Kosovës që kanë punuar në sektorin publik kanë qenë më të paguarit në nivel rajonal. Sot në nivel rajonal jemi më të papaguarit punëtorët e sektorit publik. Janë shtresa më e papaguara, më e nënçmuara. Sot njerëz nuk kanë ambicie me shku me krye një profesion i cili të ofron punë në sektorin publik për shkak të pagës. Sepse vlerën të cilën ky e ka përmend, ky megjithatë me secilin vend botës, zotri Kurti nuk ka qeverisë. Më i vërtetshëm është sektori privat. Nuk është, dëgjoj. Ajo është shumë e vërtetë. Sepse kanë shumë e vërtetë që e lëshon punën në sektorin publik dhe shkon privat. Ki e vërtetë që ki, as ki vazhdimisht. Edhe kjo ndodh në këtë botën. Ajo është normale. Mirë, por nuk ka ndodhur në Kosovë që 300 vjet ty me ta lshu vendin e punës pranë viti. Në sektorin publik, ajo nuk ndodh kërkon. Kosova nuk është shtet që i ka 50 milion banor. Pas 2 milion nuk i ka. Ty do me thonë njerit të abuzën, të alëshën vendin e punës, punon mësimdhënës, punon mjek, ose që punon ushtar, e lëshën vendin e punës dhe shkon punon ndërtimtari në Gjermani. Në Perëndim nuk ndodh kjo. E lëshën vendin e punës ku punon në sektorin publik, pa i punon me një punë e cila është me standard më të lartë. Në sektorin privat. Po në ka mundësi kjo me ndodhë. Ti sot ki ushtar, dëgjojmë veç një moment, se kjo është shumë e rëndësi, që kjo është qeverisja e zotrit Kurti. Sot ti ki ushtar të FSK-s, të sot punojnë 8 orë, domethënë e kryejnë shërbimin ushtarak, pe orës 4 deri në 12 punojnë në restorante. Ç'kjo është domethënë? Tash 100 po ja lejojnë 100 euro pagë që rritet paga, zotrit Kurti duket shumë. Ai minimumi do është me pas 1000 euro pagë. Minimumi në ushtar. Pra arsye se Kosova nuk është e vërtetë që nuk e mbulon këtë pjesë. Kjo është një gënjeshtër, një pollover. Pra arsye se nuk dëmtohet buxheti në pagat sektorin publik.
sepse ka të hyra të mjaftueshme, se 4 milion e planifikoj buxhetin. Mbulohet pa problem. Mirë, po ky nuk është interesuar. Ky qasjen e ka populliste, dëmtuese, se është kryeministër në detyrë dhe ne kemi obligim me kritiku. Për me munu edhe me këshillu dhe vetë kryeministrin me munu me ndryshu qasjen. Për arsye se si duket ofër vetit nuk ka ekspert dur të ekonomisë, ose vetë kjo është ekspert edhe aty ne veç ja shkruan edhe çka do që ju shumë ke folën. Po, këtë për fund, zoti Demoku, a mendon që rrezikon vendi të futet një kolaps ekonomik, domethënë financiar, nëse nuk miratohet ky projekt buxhet në kuvend dhe gjithë ky shërbys, domethënë civil edhe sektori publik mbesin pa paga. Po është shumë është mëse e pashmangshme. Nëse ne domethënë vazhdojmë në këtë gjendje me këtë çështje që e kanë të gjitha partitë, kjo është një papërgjegjësi totale. Pro, këtë është një problem. Që Zotri Kurti domethënë përdor narrativat e tij, të cilat janë destruktive, prej komplet karriera e tij, është destruktive, mirë po te partitë opozitore ekziston një farë shpresë. Këta shpresojnë, domethënë që ky po gabon, po rrezohet dikon, edhe na domethënë fitojnë. Domethënë nuk janë të afru ish partitë opozitore, nuk janë duke afru alternativë të duhur që me i besu qytetarë. Kjo ka shumë rëndësi. Se Zotrin Kurti nuk e votojnë njerëz që kjo është një farë gjenie. Në base edhe ka pjesë njerëzve që mendojnë që kjo mund me bona i mrekullise, mendojnë që inteligjenca ti është e arzakonshme. Po kjo realisht nuk është i provuar as në profesionin e tij. Një person i cili nuk është i provuar në profesionin e tij, hala e ka një mendësi sikur të ishte një brucësh, del edhe krenohet me të detyrat matematikës, domethënë edhe i gabon, edhe në pjesën e njerëzve shpresojnë që ky bën mrekulli. Apo kupton? Edhe në anën tjetër e ki pjesën e ish opozitës që kënaqen ka të gabon ky, mirë po këtu nuk vazhdojnë më rrit me gabimet e tij. Këtu do të me shndru domethënë kauzën e tyre në veprim. Dhe asnjë qytetar i Republikës së Kosovës nuk është tyje po ndonjë veprim konkret të partive tjera që këtu me ju besu që me ja besu të drejtën e votës, sepse vota është besim. Para se me qenë një akt ku ti shkon voton thjesht. Është një besim, qytetarët dy beson. Ta beson. Edhe tash mesin e kësaj qytetarët prapë më shumë i besojnë domethënë Zotrit Kurti. Dhe kjo është faktike. Këtu komplet do të më ndryshu, po kur nuk ndryshonte për një periudhë 4 vjeçare, për brenda një muaji është tepër problematike. Kosova nuk e ka luksin me shkumë zgjedhje. Kosova nuk është domethënë në gjendje që mi përballu këtu zgjedhje kaq të shpejta dhe të cilat nuk dihet domethënë që çfarë ndryshimi mund me psu. Ju ndryshim çfarë mendon ndoshta një pjesë e opozitës. Për arsye se ne duhet me pranu një pjesë e partive opozitore janë të lënduar. Megjithatë edhe me zgjedhjen nëse marrën në dhjetor atë gjasat ose mundësitë janë që sërish të ketë një blokadë të tillë dhe vazhdohet cikli i njëjtë edhe Kosova. E këtu po vim te ajo kur të interesi Kosovës. Po ta kishte interes Kosovën Zotri Kurti, më të kish blloku kuvendin. Edhe më të kish formu qeverinë. Por aty na intereson blokada, sepse Zotri Kurti të gëzu të gjitha privilegjet e shtetit. E ai që është i vujt është Kosova, edhe qytetari i thjesht, qytetari i rëndëmt. Ai e pson. Se tifozllëku është moment emocional, emotiv. Del ful Zotri Kurti, ka ndonjëherë në përfushat ful edhe pa lidhje dhe i ofendon opozitën, një pjesë e njerëzve ekzaltohen. Bravo, pa ja përfundon. Ai sot nia i gëzon privilegjet e shtetit, paguhet me toksat tona, edhe përfundon misioni, domethënë i çasoj knaçie, e Kosova mbetet e izoluar, e bllokuar, edhe na këshyrëm domethënë si lloj filmash të cilat fundit cilëve as nuk po shihet realisht, fatkeqësisht. Po, zoti Demoku, falenderoj shumë që ishe sot në Infodo. Ishte kënaqësi. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte, ju qëndroni me programet e DTV Media, ne do të shihemi sërish të hënën për të parë një javë tjetër se si po zhvillohen situata politike, pra a do të kemi qeveri të re, a do të kemi zgjedhje apo një qeveri teknike, pra qëndroni me ne deri atëherë.